sepse unë jam me pjesë e antikorrupsionit, kështu që në Europë e konfirmoj që ky është më i korruptuar nga të gjithë Europa. Eligert, shpjegoj pak qytetarëve gjithë procedurën si ta arrestuan, deri te paligjshmëria totale që caktoi e vlerësoi gjykata. Çfarë ke ti në qafë Eligert që ja the punonjësit policisë dhe ai nuk e mori parasysh dhe të shtrëngonin dhe të ke 4 ditë në spital, je me raporte. Kam qaforen? Po. Atë çfarë të kjo jo për tu dukur jo thjesht për të qenë transparent. Me të thënë të vërtetën. Për të qenë transparent, po. Me të thënë të vërtetën. Atëherë, unë isha brenda në tent kur ka ardhur policia e shtetit, nuk jam paralajmëruar që të dal nga tenda, apo të më jep të kohën e dur për të ngritur dhe për të dalë për jashtë, më mjafton dhe 1 minutë, jo më shumë. Në qoftë do më paralajmëronin dhe më thoshin, zotrin, dilni nga tenda sepse do heqim tendën, unë do dilja. Okej? Deri në provën e kundërt unë do dilja nga tenda. Po ja është rregjur tenda, thjesht jam mbajtur sepse po binte tenda kundra protestues dhe kundra policisë, kështu që është stikta ajo më. I kam mbrojtur. Gjujtun kështu ti do reagosh ti ore. Jo, s'kam reaguar fare, unë kam mbajtur vetëm thjesht kam mbajtur tendën që mos i binte kundra njerëzve dhe vritçin. Ishin vajzat aty. Okej, sepse ishin të vajzat. Gjithkohës kam qenë, në atë moment kam nxjerr telefonin, kam filmuar gjithë pamjet. Është në filmime kjo gjë. Po, dhe shefi i komisariatit ka tentuar gjithkohës me dorën, nuk po kuptoj çfarë po kërkonte me këtë dorën të kapte, njëjtë. Donte të ishte provë. Donte të më ishte telefon, të ishte provat. Edhe nga aty pasaj, në momentin që jam gjetur vetëm, ata mbaroi të jemi në lavdë tani. Po. Në momentin që jam gjendur vetëm, më kanë përplasur nga mbrapa, më kanë ngritur krahët me dhunë, i kam thënë efektivit që ishte me maskë deri në fyt, i kam thënë të lutem më lësho sepse jam i operuar dhe kam një plak në cervikale. Efektivi më ka thënë këto fjalë. Në qafë, mas qafe. Efektivi më ka thënë. Çfarë plakë është për njerëzit? Është një plakë që unë kam bërë një metalike poshtë titanio, cage quhet në gjuhën e shëndetësisë. Polici më ka thënë nuk mund të lëshoj sepse kam urdhër të marr. Nga e kish urdhën? Këtë nuk e di. Nga kishë të urdhën. Shpreja që përdorin ata që nga? Është nga drejtori, nga lart. Nga lart. Edhe nga lart, urdhër nga lart. Kjo është gjithmonë shprehje dur. Më ka tërhequr nga këtu, siç duket nga pamja filmike deri mbrapa ke piramida. Aty pasaj më është paralizuar komplet krahu, po humbja djenjat, sepse nuk isha mirë, isha shumë keq. Edhe në moment që kam shkuar në spital me barren, çmos ju më ndjenja ti kishe 20 veta mbi vete. Po se dia se isha kaq i rrezikshëm. Nuk e dia me sinqeritet se isha kaq i rrezikshëm. Nga aty kam shkuar në spital, spitali urgjenca nuk më lejon nga gjendja ime shëndetësore. Si jeni mirë, si kaluat, se jemi në live, faleminderit, respekte. Përshëndetje. Kemi ardhur vetëm të takuar. Respekte. Se edhe më me pa, jemi me grip, po si t'ja bëjmë burkatin, lidhje me burkatin, ç'a bëjmë? Erdhëm. Ja erdhëm, ta marrojmë live-in. Ta marrojmë erdhëm. Vinë qytetarë të ndryshëm që na takojnë, cilë t'i falenderojmë. Po, Eligert. Edhe gjenda veten në spital ku më thonë do shoqërohesh në komisariat. Ndërkohë që ti ishe i thash arsye? I verë si limoni. Më thonë je i arrestuar, sepse je i arrestuar, kaq më thonë do të shoqërohem. I them kushtet e mia shëndetësore nuk më lejojnë të ngri nga krevati, në qoftë se doni më merrni me barrel dhe më çoni në komisariat. Mbas kësaj kanë ardhur dhe më kanë thënë kush ishte akuza për çfarë unë isha i arrestuar, edhe me sinqeritet po mbite për qeshur, i them o përgjës, më falni, jeni të sigurt që jam personi që keni arrestuar? Absolutisht po, me urdhën e kujt, me urdhën nga lart. Pra përzëritet urdhën nga lart, e kupton? Edhe më thon kodin nga sa lart. Po besoj se lart. Lart fare. Po, sepse vet ai, ë? Po. Nga lart. Domethënë ai nga lart, atë pak më poshtë, ai më poshtë pasaj. Ty. Ka qenë vërtet urdhër nga lart sepse ti ke qenë thjesht duke filmuar. Të duhet ta merrni patjetër. Ti ke qenë thjesht duke filmuar. Ky ishte urdhri. Se është video. Merrni me çdo kusht. Urdhri ka qenë ky. I konfirmuar nga disa ka qenë ky. Merrni me çdo kusht. 4 persona që janë marrë të ditë, që kemi qenë unë, Ergyth Llanaj, Alfred Matoshi dhe Ed Aklaj, ka qenë urdhër nga lart të merrni me çdo kusht. Tani të 4 këta njerëz janë njerëz të drejtësisë. Po kjo është kulmi. Ergyth Llanaj, doktor i shkencave ushtarake,
18 vjet oficer në ushtrinë shqiptare, avokat, njeri i jashtëzakonshëm, Alfred Matoshi, avokat. Erdhe dhe ti. Hajde, dil të kam pas. Hajde, dil kam pas. Ka blok? Na erdi doktori. Po mo doktori. Nga lartë? Sa lartë? Lartë fare? Unë do kryoj marrëdhënie me atë lartë. Jo, lere, se gatroj me këtë. Dgjoj, po. Më thanë që se në momentin që të morën ty, unë të kam kap nga rriti. Se ishin 12 veta ata, dhe sa u kuptu të rriti, po. Tani unë mbaj mend aty, nuk do harroj sa të kemi jetë, se ishim në shesh aty. Të kanë vënë shkelmi në Gjoks. Gjoks në Kuris. Edhe problemi është që ishin aq dobës atë veta s'pashin do. Nejse. Për te asaj. Jo, një sekund. Tani unë kam një pyetje për te. Ti ke qenë 18 vjet. Ti japim pak pyetjet ata? Ata që më bëja? Niso merre këtë? Bëja aty. Ti ke qenë 18 vjet oficer në forcat e armatosur. Je shkolluar në një nga shkollat ushtarake më të mira të botës. 10 vjet në Turqi. Tani u mësojnë ju në manuale, në shkolla, në trajnime, që ata që arrestohen duhen shar nga nëna? Se më ka bërë shumë përshtypje atë ditë, domethënë nuk e konceptoj dot. Shiko. Me këtë lloj filme që janë rritat, këtë lloj manuali. More gysi domethënë, i mësoni në shkollë ju këto që oficeri duhet shaj nga nëna atë që arreston. Po. Nuk bëna normal, total o burrë, ata janë militantë, nuk se janë gjithë, janë 5-6 veta që i ka marrë partia atje, i ka fut janë këta që bëjnë ato pazaret e tjera, që parasysh ti ata me gradat larta që bëjnë ato pazaret qytet, ca gjëra për të shitur, ca gjëra. Pse shanin, ti s'kuptova atë? Po se u kemi prish Terezin, si kemi lënë me shit gjokë të kokë, këto janë morë tu me ne me fjell. Po prish pazarit, du të merrem ato punë të tjera. Jemi më shnet. Por, erdhe prapë shesh. që dje? Tu, prapë. Respekte. Miq. Si ku pushoj shiu, ha? Po, Se një lak dhe flokët, pushet si do i kem, ha? ne besoj se keq njeriu si kemi bërë, edhe thuhet një shprehje në Itali, keq mos bëj edhe frik mos kesh. Frikë? Mos të kesh. Po frikë ne kena vrarë shpejt në mbush. Po. Megjithatë, Andi ma bën për i qik flokët kështu, amë për shumë që jemi o punë. Nëse më lejoni të marroj pak... Frikë t'i gjoj ligër, për të punë e frikës, më lërë pak, se kur gjoj fjallën frikë, e ligert, marrëdhënien me frikën, ne kemi zhbërë goxha kohë më parë. Ka qenë një periudhë dhe në universitet që e kishim si koncept. Mandej, kur kuptuam që jemi të aftë të punojmë. Ta zotrojmë frikën. Do të punojmë, ta fitojmë jetesën me dignitet. T'i dalim zot familjes, t'i dalim zot shoqënisë, t'i respektojmë njerëzit. Kuptuam që frika është një nocion që nuk na shkon. S'mund të kemë frikë njerëzit e lirë. Do me thënë, nëse është me pas frikë, nami ndodh edhe nami u bëf, do me thënë. Frikën nuk e njohim si koncept. Ajo që njohim ne si koncept është nderi, respekti, digniteti, atë dashuria, serioziteti, respektimi ligjit, dashuria për atë dheu. Ne kemi një kod në punën tonë. Mos shkel kur kodin penal. Kështu që një që ti nuk shkele asnjë kodin ligjore penale, nuk ke pse të kesh frikë nga as çdo kush. E ligert, e po dhe ti lëm këta tani. Të na thonë rini me një këmbë se ai sot thot ripa çabe. Nesër thot mos fol, si që erdhi aty për bokset, mos i bëni muzikë thoshe. Tani këta mund vinë dhe të thonë të rish me një këmbë. Po? Mos rinë karrige thoshin policë dje. Se i tha Rama atje kur kalojsh. Me gjëra që sharake komplet tani, këto gjëra ne nuk i konceptojmë dot. Dhe për qytetarët, qëndresa këtu është i qëndres kundër autokracisë e Edi Ramës. Do të quaja anarki totale. Sepse sot ju jeni në ujë, jeni të mbytur në ujë shumë nga familjet shqiptare. U janë bërë dëme ekonomike të jashtëzakonshme.
Pash në Durrës 10 qindra makina të mbytura që janë miliona euro dëme. Pash në video familje të tëra që u ishin shkatruar shtëpit. Madje një shoku jon kish 3 ditë që e kish inauguruar shtëpinë e re. Ju prish. Tani ato lek që ju janë shkatruar janë djersa juaj. Imagjinoni tani ai argumenti që jo po marr një rrokë këtu, jo pa, jo po kjo ja që vjen një ditë që vjen edhe. Na rruga se kanalet, lekët e kanaleve i kanë vjedh këta ustallarët. Normal kur spunojnë kanalet, pra nuk janë pastruara, përmytesh. Kur hidrovorët vazhdojnë të jenë ato të kohës së Baba Qemos. O që më erdhi si shprehje kur isha fëmijë thoshim. Gjosh e shpesh. Të kohës së Baba Qemos. Dhe ne kërkojmë që të mos mytemi, orë zotri, janë hidrovorët e kohës të qefës. Askur s'ka vëndon. I fikin more çfarë s'ka vëndon. Përmbytet dynjaja. Përmbytet dynjaja. Po ndërtove në kanal, kullus, në kolektor, do mbytesh mo. Po si ka mundësi që ne jemi sipër nivelit detit edhe mbytemi kurse Hollanda është poshtë nivelit detit dhe nuk mbytet? O Eligert, ti do më vdesësh mua me. O Eligert, të lutem, dëgjoj tani. E more vesh që u përmbyt Gjirokastra. E ke idenë e bjerëcisë të Gjirokastra? Gjirokastra është qyteti i Gurt. Është një shpat mali, shumë. Bjerësia e qytetit është në zona të caktuara mbi 60 gradë. Do me si mund të mbytet ajo? Më thua do ti mua, si mund të mbytet? U mbyt Gjirokastra më shumë. Ti thua në fush. U mbyt Gjirokastra më. Ti thua Hollanda, po në Hollandë po të vjedh njeri, del popull dhe nuk e lë. E vërtet? Nuk e lë. Në Belgjik, aty afër, në një 16 muaj pa qeveri, Eligert, pa kryeministër. Edhe çdo gjë funksionon? Si funksionon? U rrit ekonomia më shumë se kur kishim kryeministër. Po ky është një edukim i mbjell shumë keq në Shqipëri me sa shoh, sepse janë të bindur që ata që të hyjnë në pushtet është normale që duhet vjedhin. Po ata po vjedhin fatin tënd, kushtet e tua, mirëmbajtjen, mirëqenien tënde edhe të ardhmen e fëmijëve të tua. Është fati i atyre fëmijëve që ti po sakrifikon jetën për ta. Si mund një prind të lej fatin e fëmijëve të tyre në duart e dikujt tjetër? Unë se bëj dot. Në sinqeritet. Të kam shoh të kam vlla, po fëmijët e mi do të shikoj vetë. E besoj dhe ti do bësh një jetë gjë me fëmijët e tu. Kjo është normale. Po këta si e lejojnë në fatin e fëmijëve të tyre në duart e dikujt që e mban pushtetin me pralla, me batuta, me kërcënime, me sharje, me fyerje, po është shumë niveli ulët edukativ që qeveria të merret me sharje. Ura fasada fare. Me këtë 30, sot është dita e 32 këtu. Po. Ura fasada fare. Fasada që mbanin si këta që janë njerëzit që lejojnë demokracinë, dolin konferencë për vitëri, tha ka vend demokratik më shumë se Shqipëria që poshtë zyrës time protestohet, tha dhe me çadre su thot njëri gjë me plasmase me ura fasada. So i qindra polic për 25-30 djemë vajza aty. Se si skuza, nuk i sohën kur që popull në shesh, jo. Po i sohën kur ikën njerëzit. Kur ikën. Si skuza. Dhe Eligert. Flamujt kombëtar nuk i hiqnin dot. Jo, shkelën, shkyen zvarr aty. Kjo është gjë e marrën që mund të bëjë. Ira fasada valla. 300 ca policë kundër 25-30 djemve dhe vajzave. Aqësh. Ha? Barbar, erdhën në darkë pas joqën ato, plasmasin prap. Nuk ishit kënaqur. Gjova mund të ishte mua. Dhe pasi unë isha në shesh aty, se kam parë videon më pas, këta vazhdonin merrnin bomblat e gazit, të ndezura, i hiqnin atje të ndezura. Vazhdonin merrnin tapetin, hiqnin kartonin, karriget plasmasin, ndërkohë njeriu në shesh. Kodi penal thot mosdhënia e ndihmës. Mosdhënia e ndihmës është vepër penale. Vepër penale, mosdhënia e ndihmës, ndërkohë që njeriu është në shesh, çfarë bën një punonjës policie mo? Shkon mo, e she, është mira, s'është mira, njofton ambulancën, ku di unë mo po? Këta jo, nuk e bëjnë. Jo morua, këta merrnin bomblat e gazit edhe karriget mo, hidhin në kamion. I ke parë pamje ato? Po masi duhesh në një... Po qa vendi demokratik është, qa Europë mo, qa integrim një Europian? Po këta bitem, këta flasin për Europë. Ky nuk është versioni i duhur për të shkuar në Europë. Ure ti e pe në Francë qa ndodhte me fermerët? Morën fermerët në Francë, regjia, morën fermerët në Francë, bota të mëdhenj me... se s'du ta them aq,
Letam. Me mbetjet e kafshëve, ha? Dhe gjithë përkasnin kështu bat, në fytyrë u binde atyre këtu. Dhe ai rrinte, më kupton dikun, në krye të detyrës. Në kohë këta erdhën këtu, me ca njerëz që ishin ulë në një çadër dhe i morën zvarr. I ra fasada, i ra fasada. Ky që bënde si demokrati i mas, si qytetari i mas, si i ra fasada. Çka ka bërë mu? Kap edhe një regjia për ata që semon. Shiko. Nuk të lë ky që bllokoi bulevardin me çadër, hoqi atë çadrën e vogël atë që kishin bërë me plasmas ne, dhe ne mbulojmë me plasmas këtu. Natën edhe mbi vete që mos të lagemi. Unë besoj. Ja, ky është Dirama. Unë besoj se ky është Dirama, sjelljet e një qeverie të tillë. Ky që ngriti hotel me 5 yje në bulevard me çadër. Po. Hanin e pinin ata se dini mirë ju po. Ja si e ka bërë. Ja ky. Është dëshpërimi një qeverie që po i vjen fundi. Ky mo këtë mendoj. Ore, do që të shkoj kjo gjë që kemi bën ne këtu. Një gjë e madhe është arritur, 2 gjëra më fal. Një që i ra fasada këtij, katil. Se një njeri që s'ka hau, thot ova, do të protestosh po, mba e çadrën, sa do 2 çadra po. Mos e zë rrugën, thot. As trotuarin, bëjnë në një mënyrë të atiu që dhe njerëzit kalojnë dhe makinat kalojnë, vazhdo. Dhe e dyta. I kanë ardhur poshtë zyrës, sa guximtar që ja thon poshtë zyrës së tij. Po. Je drejtuesi i qeverie hajdutësh. Hajdut. Kjo është çështja. Ndaj dhëm shumë. E vërtetë atje thonë. Tani me Edi Ramën si njeri ne nuk kemi gjë. Absolutisht jo, po si po qeverisë vendin tonë. Me Edi Ramën si kryeministër kemi shumë. Po, se na ka hyrë në hak. Shumë. Na ka vjedh 13 vite të jetës tonë me këto gënjeshtat. E vërtetë. E mban mend Eliger si thosh do bëjmë shtet. Po. Ç'a shteti bëj ky? Edhe të gjithë besojnë. Po, si akoma besojnë. Ç'a shteti bëj ky? I mbamën ti që tha do heq fugonat andej këtej. Mbamën ti. E di ç'a bëri me ato? Ja hoqi cave që mbanin familjet me. Ja dha atyre të tjerë. Ja dha monopol cave të tjerë, që ishin bandat e krimit. I mbamën kazinot e këto lojrat e fatit. Po. Ja hoqi doli dhe tha këta që shkatrojnë familjet, nënat shqiptare që vuajnë nga këto, edhe i dëgjuam, na dukën mirë dhe mua më janë dukën mirë me të drejtë. Dhe i bëri jo ligjore. Po va, jo, ja. Menaxhuar prapë nga ata. Ja hoqi atyre dhe ja dha ca të tjerë. Ca të tjerë. Me online, me ato, me këto. Vërtet. E mbamën që britnin për ato faturat tatimore, për ato kafet e vogla. E mbamën. O zot, kur kujtoj 53 milion euro të Belinda Baukut me një mesazh në telefon, o perëndi. Gjithë faturat e vogla të Shqipërisë, biznesit vogla, disa përqind buxhetit shtetit zën. Më thuaj, 6%. Po tani më fal se unë di që kam dëgjuar që Balluku ka bler këto gjeneratorët në rast se mungon energjia elektrike. Por